Exon Sahiti nxit spekulimet për pjesëmarrje në Big Brother VIP Kosova 4. Detajet e postimit që tronditën rrjetin. Personazhi publik i njohur gjerësisht në rrjetet sociale, Exon Sahiti, ka shkaktuar një valë të madhe diskutimesh dhe spekulimesh në internet pas një postimi të fundit dhe tejet intrigues në Instagram Story. Ky zhvillim ka kapur vëmendjen e publikut, duke marrë parasysh se fillimi i edicionit të 4 të shumëpritur të shfaqjes Big Brother VIP Kosova pritet të nisë vetëm pas pak ditësh të hënë. Sahiti, i cili gëzon një audiencë të madhe dhe aktive në platformat online, ka zgjedhur të mos jap detaje, por të ngrej një pyetje enigmatike. A ki me hisivjet ajo? Edhe pse formulimi ishte i thjeshtë, konteksti i afërt i startit të spektaklit e bëri me njëherë të qartë se referenca i drejtohej shtëpisë më të famshme në Kosovë. Ky postim u interpretua gjerësisht si një sinjal i mundshëm dhe shumë i fortë për pjesëmarrjen e tij si banor. Rëndësia e këtij spekulimi rritet në mënyrë të konsiderueshme kur kujtojmë historinë e tij personale në lidhje me shfaqjen. Sahiti pason miqtë e tij të ngushtë, Laurentin dhe Fitimin, të cilët ishin figura qendrore në edicionin e kaluar të Big Brother VIP Kosova. Për ndjekësit, ky fakt shërben si një dëshmi shtesë se mund të jetë radha e Exonit për të hyrë brenda. Me fansat e programit që po presin me padurim konfirmimet e parazyrtare të kastit, postimi i Sahitit i ka shtuar dozën e misterit dhe pritshmërisë. Mbetet për tu parë nëse ky ishte thjesht një lojë me publikun, apo nëse vërtet do të shohim Exon Sahitin duke u bërë pjesë e kësaj eksperience televizive.